Kosova feston 18 vjetorin e pavarësisë. Një seancë për këtë ditë të shënuar u mbajt në Kuvendin e Kosovës, në të cilën mori pjesë edhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj. Në emër të Republikës së Shqipërisë, ju uroj gëzuar ditën e pavarësisë. Çdo shqiptar kudo ndodhet, çdo familje shqiptare në Shqipëri atë diasporë, sot ndihen pjesë e festës, e gëzimit, e urimit dhe krenarisë. Kosova u ngrit nga vuajtja në dinjitet, e nga rezistenca në shtetësi, duke dëshmuar kështu se liria e fituar me sakrificë është e përjetshme. 18 vjet më parë, Kosova u shpall shtet i lirë, i pavarur dhe sovran, duke i dhënë fund një udhëtimi të gjatë e të dhimbshëm, por edhe duke hapur një kapitull të ri të historisë sonë kombëtare. Forcat e sigurisë së Kosovës mbajtën edhe një paradë në nder të pavarësisë së vendit. Mesazhi i presidentes Osmani dhe kryeministrit Albin Kurti ishte i qartë, mbështetja e fuqishme për ish-krerët e UÇK-s që ndodhen në Hag. Në këtë ditë feste nuk i mbyllim syt para padrejtësive. Disa nga drejtuesit e luftës së qërimtare po vazhdojnë të mbahen në parapurgime të stërzjatura në Hag, në procese gjyqësore jo transparente dhe krejt të pashembullta për praktikat e drejtësisë ndërkombëtare. Ne besojmë në drejtësi, por nuk pranojmë ta revidojmë dhe rishkruajmë historinë. Lufta e UÇK-s ishte luftë e kulluar. Ajo ishte një luftë e drejtë, një luftë çlirimtare, një luftë mbrojtjeje e udhëhequr nga e drejta për liri dhe shtet. Pa këtë kontribut të jashtëzakonshëm të UÇK-s, e pa këtë sakrificë, pavarësia e Kosovës nuk do të ishte realiteti që e festojmë sot. Duke mbrojtur të vërtetën dhe luftën tonë çlirimtare, ne mbrojmë vetë shtetin tonë, pavarësinë tonë dhe lirinë që e gëzojmë sot. Më herët, ceremonia shtetërore nisi me ngritjen solemne të flamurit, ku morën pjesë krerët e shtetit e të politikës. Më pas u zhvilluan homazhe në monumentin e të pagjeturve, te varri ish presidentit Ibrahim Rugova si dhe te varri veprimtarit Adem Demaçi. Ndërimet e rastit janë bërë edhe në Prekaz, në kompleksin memorial Adem Jashari, si dhe për veteranët e UÇK-s. Pavarësia e Kosovës u shpall më 17 shkurt të vitit 2008 pas një periudhe të gjatë administrimin ndërkombëtar dhe negociatash për statusin. Ai u mbështet fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumica e vendeve të Bashkimit Evropian, që nga ajo kohë Kosova bëri përparim në ndërtimin e institucioneve shtetërore, konsolidimin e sigurisë me mbështetjen e NATO-s dhe zgjerimin e njohjeve ndërkombëtare. Megjithatë, shteti vazhdon të përballet me sfida të mëdha, përfshirë kundërshtimet e pavarësisë nga Serbia dhe disa vende të tjera, si dhe pengesa në anëtarësimin në organizata ndërkombëtare.